Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Dashur vëllezër, gjendemi në vendin e quajtur Arafat. Pse është quajt Arafat? Pse është quajt Arafat? Ka thonë Imam Kurtubiu, rahimahullahu ta'ala, një dietar i madh i tefsirit, thotë. Është quajtur Arafat për shkak se në këtë vend është që njerëzit njifen mas shumëti mes vete. A dini pse? Se këtu 4-5 milion njerëz vinë këtë vend. Edhe njoftohen njëri me tjetrin, me nacionalitete të ndryshme, jashta nacionalitetit tonë. Sidomos përpara, se përpara nuk i kanë ndarë me kategori, domethënë shqiptarët, Shqipnisë, Maqedonisë, Kosova, Turqia, s'kanë qenë kështu ndamë me shator. Përpara kanë argjit njerëzit, këtë kanë qenë bashkë, e para. E dyta, transmetim thuhet se Gjibrili a.s. ka ardhur dhe ka marrë Ibrahimin a.s. edhe e ka shëtit në këto vende këtu, në Arafat. Edhe i ka thonë, e arafte. A e kuptove, a e dite, a i mësove këto vende, a i mbajte mend. I thot Ibrahimi a.s. Araftu, e kam majt mend, i di, e kuptova. Gjithashtu thuhet se është quajtur Arafat, i treti mendim, thuhet se pasja Allahu Azza wa Jall e zbriti Ademin a.s. prej xheneti, edhe Hawen, gruan e vet, kanë zbrit në vende të ndryshme. Njëri ka zbrit me një vend larg, tjetri ka zbrit me një vend larg. Ka transmetime ndryshme ku ka zbrit Ademi a.s. Thuhet se në kodrën, njëri ka zbrit kodrën Safa, tjetri ka zbrit kodrën Merva, disa kanë thonë Ademi në Indi, gruaja vet tjetër vend. Sidoqoftë thuhet se këtu janë taku. Ademi a.s. me gruan e vet ku janë taku? Te kodra e Arafatit. Prandaj quhet Arafat në arabisht do thotë diçka që me njoh, Arafa, e njofti. Edhe këtu janë njoftu përsëri Ademi a.s. me Hawen, me bashortën e vet. Për ndryshe e ka emrin edhe Gjebelur Rahme. I thuen kodra i mëshirës. E për vlerave që ka ky vend vllaznin Arafat, e para është se është shtylla e haxhit, një prej shtyllave të haxhit. Nëse njeriu nuk qëndron këtë vend, spaku një pjesë të kohës, s'ka haxh. Allahu s'ia pranon haxhin. Ka thonë për Islam el hajju Arafa. E ka vu si kod. Haxhi është Arafati. Kur vinë njerëzit tu ditën e 9 Dhulhijhes, qëndrojnë, domethënë vinë këtu para drekës, edhe qëndrojnë deri në perëndimin e diellit. Para se të perëndohet dielli normal duhet më nis, po zakonisht tu i zenën perëndimi i diellit për shkak të gushvave, të vdhënja, autobusat, organizime të mundet, ndoshta edhe jacia edhe akshomi i zën ndonjënin këtu. Për vlerave që ka këtu, e para tham se është shtylla e haxhit. E dyta, është vendi që Allahu Azza wa Jall mas shumë t'i liron njerëzit prej xharrit xhenemit, robët e vet. Po fal gjunahet. Prandaj kanë thonë dietarët, atë që se fal Allahi në Arafat, ai mirë për atë. Për shkak se Allahu thot për Islam zbret në qiellin më të afërt të dunjas, zbret në qiellin më të afërt të dunjas. Edhe krenohet me robët e tij. Ju thot melekëve, o melekët e mi, a i shihni këto njerëz për vendeve të ndryshme. Kanë ardhur prej qosheve të ndryshme të botës vetëm për adhurim Allahut Azza wa Jall. Edhe Allahu u ashlyen të gjitha gjunahet. U fal të gjitha gabimet. Domethënë i liron prej xhenemit. Gjithashtu thot për Islam se preferohet dita e Arafatit ta xherohet. Mirë, po kush e xheron ditën e Arafatit? Neve që simi në Arafat. Ne që simi në Arafat e xherojmë atë ditë. Ato që janë këtu nuk e xhinojnë. Pse ne xherojmë ditën e Arafatit ato jo? Neve xherojmë që me shpresë, kjo është për mëshirës Allahut, që Allahu Azza wa Jall na shlyen edhe ne gabimet edhe na fal. Thot për Islam, kur u pyet për xherimin e ditës së Arafatit, tha shpresoj që Allahu Azza wa Jall të i shlyen gabimet e vitit të kaluar dhe vitit çka vjen. Gjithashtu thuhet se Allahu Azza wa Jall në këtë vend i ka shpërnda bitë Ademit a.s. prej korrizit Ademit, pikërisht këtë vend i ka shpërnda si ato kokat e grunit. Ala pa u kriju.
Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an se va kemi marr besatimin. E kemi marr besën prej bijve të Ademin, prej korris të Ademit, se do të adhurojmë vetëm Allahun Azza wa Jall një. Allahu Azza wa Jall I ka nxjerr pasardhësit e Ademit alayhis salam, thuhet se I ka shpërnda Allahu Azza pri këtë vend dhe va ka marr besatimin. Alastu bi rabbikum, a nuk jam Zoti juaj? Ju ka thonë Allahu. Qalu bala shahidna, po Zot dëshmojmë. Thot Allahu Azza wa Jall, an taqulu yawm al-qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Që mos tonin ditën e gjykimit se dishim o Zot. Po ne e po pirësisht Allahu thoshte ne ta harrojmë këtë se mbajmë mend, ne se ja kemi thonë. Unë sa Salahuddin ja kam thonë besën Allahut. Se do ta adhuroj vetëm Allah, ama se mbajmë mend këtë. Kjo është urtësia e Allahut. Se mbajmë mend se ja kemi thonë besën Allahut se ta adhurojmë një. Ebu Xehli ja kishte thonë besën Allahut. Ktu, krejt bita Ademit. Mirë po urtësia e Allahut është që ta harrojnë këtë gjë, prandaj u ka çu pejgamber. Thua kujtojnë këtë sende. Ej, mbani mend premtimin që ja keni thonë Allahut. I keni thonë Allahut se vetëm atë adhuroni. Nuk do t'i shoqëroni atij Xhella Xhelaluhu ortak, nuk do t'i bëni atij. Mirë po, njerëzit janë harrestarë dhe Allah I çon pejgamber I ka çu. Thot wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Thot Allahu Azza wa Jall, çdo populli I kemi çuar të dërguar. Adhuroni vetëm Allahun dhe largojuni adhurimit të tagutave. Tagut çfarë do të thonë? Çdo kush që adhurohet tjetër posa Allah. Kjo është pika e shkurtër rreth këtij vendit, domethënë Arafatit. Këtu vinë njerëzit, I vendojnë shatorat, rrin prej mëngjes deri para mbrëmjes. E çka bëjnë këtu? Këtu preferohet sa më shumë dua me bë. Për Islam ka qëndruar në kom, nuk është gjithë në kodër. Po ka qëndruar poshtë kodrës, edhe ka bë dua, shumë gjatë ka bë dua. Disa kanë transmetime se ka qenë I për mbi deve, disa thonë se në kom, sidoqoftë ka bë për Islam është lut shumë. Prandaj edhe bashkohet namazi këtu. Në kohën e drekës bëhet bashkimi I namazeve, falet namazi I drekës me iqindin 2x2. Shkurt që njerëzit sa më shumë ta kalojnë në dua, lutje. Prandaj I gjen njerëzit tu shumë luten, shumë çajin, shumë kërkojnë pendim, për shkak se Allahu Azza wa Jall këtu dita e Arafatit dihet sakt se Allahu Azza wa Jall zbret qiellin më të afërt të dynjas. Edhe Allah dihet dita cilla është, pra dita e 9 e Dhul Hijjes. Kurse nata e 4 ne se dim cilla është, sakt. Se dim cilla është nata, vetë ne duhet ta kërkojmë natën e 4. Arafatin e dim sigurt. E prandaj gjithë njerëzit mblidhen në këtë vend e lusin Allahun për mëshirë edhe për falje, që Allahu Azza wa Jall t'i bën prej xhenetive. Kjo është pika e shkurtër. Selamun alejkum.